Në pikën e kalimit kufitar në Kakavi, fluksi lëvizjeve është rritur ndjeshëm këto ditë, ndërsa shumë qytetarë kanë zgjedhur të kalojnë kufirin për të festuar Pashkët pranë familjarëve të tyre drejt shtetit helen. Vetëm gjatë periudhës 6 deri më 10 prill janë përpunuar mbi 37.000 shtetas në hyrje dhe dalje, si dhe afro 13.000 mjete, duke e kthyer këtë pikë në një nga më të ngarkuarat në jug të vendit. Ndërkohë, gjatë 24 orëve të fundit në këtë pikë kufitare janë përpunuar 11.290 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 6.955 në hyrje dhe 4.335 në dalje, si dhe 3.356 mjete në hyrje dalje, nga të cilat 2.202 në hyrje dhe 1.150 në dalje. Kemi grafe gjysmore, 20 minuta. Akoma ke greku ka mos i dhe jetë më shumë radha. Dere këtu tash i mirë është, po tuti nga greku dhe jetë më shumë radha akoma. Gëzua Pashkat gjithë, na gjithë më të shnosh. Presim radhën si gjithmonë. Keni shumë që po presni në radhë? Jo, tani erdhëm. Mendoni se do presni gjatë? Po është po, te greku po. Te shqiptari jo, te greku po. Ka modestas? Ka, greku si gjithmonë. Ju uroj Pashkët, t'ja kaloni sa më mirë dhe ju këtej, se ne kemi ju kishit javën e parë. Unë shkoj te vajza, në Janin, se aty vetëm jemi, kemi këtë gjithë në Greqi. Do rinja 3-4 dite do kthejmë. Për të festuar Pashkët me familjen. Do t'i kalojmë në Shqipëri 5-6 ditë. Kemi ardhur për në vendlindje. Në Tiranë jemi do shkojmë. Jemi nga Tepelena, jetojmë në Greqi edhe vim tani shikojmë njerëzit. Ne jemi musliman, po tani dhe kemi përzyrë, i bëjmë edhe Pashkët këteja dhe përderisa shikojmë ata, bëjmë njëkohësisht se janë të ditë pushime. Jo, s'kishte fare makina. Ishte asnjë makina, siç janë tash këtuja. Autoritetet kufitare janë angazhuar me kapacitet të plot për të menaxhuar fluksin dhe për të shmangur pritjet e gjata, ndërsa pritet që lëvizjet të vijojnë edhe më intensive në orët në vazhdim. Aktualisht nga pala shqiptare po punohet me 3 sportele, 2 në dalje dhe 1 në hyrje, ndërsa edhe nga pala greke operohet me 3 sportele në funksion të përballimit të fluksit.